drejt, unë jam ai i cili ta marr drejt, se jam, po të lutem me mshelet tash, po lutem mshelet ta përfundoj. Po nuk mundesh flasësh, unë ta marr drejtën. Kandidatët për njësinë e parë zgjedhore në emisionin Debate zgjedhore të televizionit 21 folën për atë se cili do të jetë plani dhe raporti ndaj qytetarëve nëse ata vinë në pushtet pas zgjedhjeve të 11 vjetorit. Por kur kandidati i BDI-s Artan Grubi foli për ciklet e kaluara zgjedhore, filluan akuzat dhe kundër akuzat. Që nga vitin 2002 deri në vitin 2016, Bashkimi Demokratik për Integrim, zoti Ali Ahmeti ka fituar çdo cikël zgjedhor, qoftë ai parlamentar, qoftë ai lokal, qoftë referendume, qofshin edhe ato prezidenciale. Shqiptarët nuk gabojnë, populli shqiptar nuk gabojnë dhe besimin i jep pikërisht Ali Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Në reagimin e tij, kandidati i PDSH-s Idris Zorana akuzoi BDI-n për falsifikim të zgjedhjeve. Këto vitet e fundit, domethënë para një vitet kuptuam edhe i deshifruam këto themi matrapazat të cilët kanë ardhur dhe na shesin mend se gjoja se e kanë fituar verdiktin dhe besimin e popullit, por ato e kanë fituar duke i manipuluar, duke i falsifikuar zgjedhjet, sikur që e kishim rastin në Çajir gjithsesi në vitin 2013, ku janë të falsifikuara 13 proces verbale. Edhe Zeqeria Ibrahimi nga Relingja me Bes shprehu dyshimet e legitimitetit të Partisë Shqiptare në pushtet. Se sa ka fituar në vërtet legitimitetin kjo parti gjatë kësaj kohe flasin procedurat e ngritura gjyqësore të prokurorisë speciale publike për funksionarët të kësaj partie, të cilët dyshohet për falsifikime zgjedhore. Në këtë debat nuk mbet pa u përmendur edhe emri UÇK-s, ndërsa për këtë reagoi kandidati i Aleancës për shqiptarët Zulfi Adili. Ushtria shqiptare kombëtare është një organizatë patriotike ku absolutisht asnjë subjekt politik nuk ka drejt të poentoje në emër të gjakut, gjersës dhe atyre patriotëve shqiptarë të cilët kanë dhënë mundin për këtë popull në kuadër të ushtrisë shqiptare kombëtare. Mos paku ka drejt Artan Grubi ta përmendë ushtrinë shqiptare kombëtare për arsye se kur shkupi ka brohorit UÇK nuk e di Artani ku ka qenë. Në debat gjithashtu tha se në Maqedoni duhet të krijohen kushte reale për funksionim të shtetit ligjor dhe kushte për funksionim të një gjyqësie të pavarur, si dhe hapësirë për prokurinë publike speciale.